në Republikën e Kosovës që ose ta votojmë, ose le të shkojmë në zgjedhje, por më pastaj me thonë gjuhën popullore mos të vajtojnë për numrin e vogël të votave, sepse kjo mund t'i kthehet shumë rënd. Tani më, ju them shumë sinqerisht, në rast që nuk e votojnë Glau Konjufcën për kryeministër, kabinetin qeveritor, dhe nuk e votojnë buxhetin. Unë me përlot përgjithësi qytetare e Republikës Kosovës, që them që këto parti, sidomos Lidhja Demokratike e Kosovës, do të pëson jashtë mos do në dobësim dhe do të mendoj që do të shkojnë atë numrin 10 dhe 12%. Nuk do të shkojnë më lart me këtë qëndrim të cilën është mbajt lideri saj në zotëri Lumir Avdigjiku, që unë mendoj që është koha të reflektoj, të votoj buxhetin dhe të tregoj edhe popullit që është parti konsensuale, sepse mendon për shtet, mendon për qytetarët e Republikës Kosovës dhe nuk është parti bllokuese. Në rast që e bën këtë, mendoj që do të ndryshon pozitivisht, por në rast që nuk e bën, që vetëm po shifet, në rast që nuk e bën, atëherë Lidhja Demokratike e Kosovës është më mirë të mos marrë pjesë në zgjedhje, sepse do të merr një goditje shumë të rëndë të në quaj knockout klasik, që më pastaj shumë kohë do t'i duhej për t'u kthjellur dhe për të ardhur në një pozitë që tani më është. Zoti Makolli, falenderoj shumë për bisedën. Zhvillimet pritet jenë të vrullshme. Shpresoj që të mos i komunikojmë sërish për atë që pritet të ndodhë. Të falenderoj për këtë analizë të shpejtë. Ta thom edhe këtë se këtu janë duke u prit edhe disa gjëra tjera të cilët po shifen tani më. Kemi edhe zgjedhjet lokale që ballotazhet, zgjedhjet lokale, ballotazhet, të cilët partitë politike, sidomos të opozitës, po kalkulojnë numra shumë të rëndësishëm, Prishtina, Prizreni, Peja, Mitrovica, Gjilani dhe vendet e tjera, dhe unë mendoj që to parti më shumë duhet të shikojnë të ndihmojnë qytetarët me propozime, me aktivitetet e tyre politike, të zgjedhin situatën, se sa të mërojnë edhe nëse fitojnë kryetarët e komunave, cili kryetar ka tani me buxhet të alokuar prej qeverisë Republikës Kosovës, buxhetin 2026. Këtë nuk mund me kuptuar. Kjo është një problematikë. Humbin të gjithë. Kjo është, nuk kanë buxhet të alokuar dhe në punë civil nuk marrën pagat e tyne, një person të cilë nuk marrë pagë një muj 2-3, duke parë inflacionin se si është në gjithë Evropën dhe botën, tani më humbin të gjithë, dhe këtu fiton vetëm realisht fiton pushteti kriminal i Serbisë, që tani më dihet se çfarë mendon, dhe kemi po ashtu të koncentrum listën serbe në Kosovë, të cilën për mendimin tim personal, si analist dhe politike e sigurisë, është listë ose parti politike kriminale, për shkak se të gjitha kontrabandat, të gjitha akte terroriste në Republikën e Kosovës janë koordinuar ose janë zhvilluar nga akter të ndryshme të kësaj partia. Kemi këtë Radojqiqin që ka qenë nën kryetar. Po ashtu kemi edhe tani nën kryetaren, cili është duke u hetuar nga prokuroria, pjesëmarrjen sulmin e Bajskës. Kemi para ca ditë ndërhyrjen e Radojqiqit në territorin e Republikës Kosovës nëpërmes Gjandarmerisë serbe dhe grupit tina terrorist. Këto të gjitha bëhen me koordinata dhe me përcjellje të partisë Lista Serbe. Këtu nuk mundet askush mi mohu, por këto janë të vërtetuara tani më,
vetëm i mbetet prokurorisë që një ditë të merr të bëj veprimet e saj ligjore dhe ky subjekt mendoj duhet të shpollet terrorist dhe të mos veprojë në territorin e Republikës Kosovës. Krejt gjitha këto, sot kemi një gabim të cilën opozita po mendon ta shndërron pozitën e saj në elektorale, por unë e quaj gabim që në rast që prapë përsëriti, në rast që shkojnë në zgjedhje, atëherë sidomos Lidhja Demokratike e Kosovës do të pëson në rënje drastike të elektoratit dhe lëvizjave të vendosje me këto përmasat të cilat tani me kemi këto 5 pika vendimit kryeministrit në detyrë dhe po ashtu konsensusin të cilën sot tani me e kemi, unë mendoj që lëvizjave të vendosje ka treguar që është për pushtet të gjithë qytetarëve, jo vetëm partisë politike, po në shërbim të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, në forcimin e sigurisë të Kosovës dhe me të drejtën e plotë të thëmë me zhdukjen e korrupsionit dhe luftimin e korrupsionit dhe luftimin e terrorizmit të cilën ka qenë për sa vite në Republikën e Kosovës, këtë thëmë për pjesën tjetër të cilën keni tani më opinioni është i njohur se për kënë e kam fjallën dhe ajo dihet edhe botërisht. Më tepër nuk kam se çfarë të shtoj, por shpresoj prapi bojtirja si qytetari i Republikës Kosovës i lus opozitën përgjithësi të votojnë kabinetin qeveritar, të votojnë buxhetin dhe me pastaj kur përfundojnë këto procedura, le të matën, të shkojnë në zgjedhjen, të caktojnë datën e zgjedhjeve dhe do të zhvillohen zgjedhjet këtë normal, do të kenë buxhet alokum edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të kemi një përgatitje tjetër dhe këtu nuk pëson askush, fitojnë gjithë, e sidomos fitojnë, thash edhe më herët, 2 klasat e shoqërisë, të cilat janë fëmijët, nënat dhe motrat tona dhe bashkëshortet tona, po ashtu fitojnë edhe mosha e shtyr apo pensionistët të cilët kanë mësë nevojë për këto mjete, edhe më shumë kanë nevojë për këto mjete, sidomos mosha e shtyr. Ju lutëm gjithë opozitës, gjithë deputetëve të Republikës Kosovës të mendojnë mirë dhe të votojnë për Glaukon Jucën, të votojnë kabinetin qeveritar, të votojnë buxhetin dhe të përfundojnë disa procedura, me pastaj pas një kohë të shkoda në zgjedhje dhe atëherë besoj ata që do të votojnë buxhetin, do të votojnë kabinetin qeveritar, unë besoj që populli sheh, ndëgjon dhe mendon dhe logjikon dhe me pastaj edhe e vlerëson me votën e tij nga. Ju falenderoj për gjithë mundësinë e juaj dhe shpresoj takomi në pas një kohë kur kemi qeveri, kemi kryeministër, kemi buxhet votum 2026 nga deputetët shqiptarë. Zoti Makolli, falenderoj shumë për gjitha çështjet që trajtuam, bashkohem me urimin tuaj që Kosova të dalë sa më shpejt nga ky ngërç politik për të vazhduar më pas ecjen. Të falenderoj shumë.